Mbrëm për Korçarët dhe turistët e shumë që kishin zgjedhur qytetin e madh juglindjes së vendit për të pushuar, janë dhënë 2 koncerte. I pari kitarat e Korçës dhe i dyti me këngëtarët e rinj të qytetit. Nëse në koncertin e dytë kanë interpretuar këngëtarët e rinj më të mirë të qytetit serenatave, në të parin kanë luajtur të gjithë prezat që nga nxënësit e klasave të pesta, të liceut artistike deri tek më të moshuarit, të cilët kanë një jetë të tërë që luajnë në kitar këngët më të njohura të Korçës. Të 2 koncertet kanë sjellë një atmosferë të jashtëzakonshme në pedonalen e qytetit, duke tërhequr vëmendjen jo vetëm të vendasve, por edhe turistëve të shumtë, të cilët kanë qëndruar për më shumë se 1 orë duke ndjekur njërin dhe tjetrin koncert. Edhe gjatë ditëve në vazhdim, Bashkia e Korçës ka planifikuar koncerte të tjera, të cilat do të shfaqen në pedonalen e qytetit, në pazarin e vjetër si dhe në teatrin Andon Zaku Çajupi.